Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut Ta'ala. Vetëm Allahun e falenderojmë. Vetëm Allahut ndihmë udhëzim dhe falje I kërkojmë. Përshëndetjet më të sinqerta qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam. Për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë besimtarët musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, kam nderin dhe kënaqësinë që sot para jush në këtë ditë të zgjedhur, ditën festive të javës, ditën e xumas, në këtë moment të bekuar në kohën e namazit të xumas, që ju prezentoj një grua që nuk është e vendit ton, por prej sot inshallah taala do të bëhet motër e jona, do ta pranon Islamin këtu para nesh. Dhe kjo motër e jona vjen nga Kuba, është e lindne dhe e rritne atje, ndërsa dikun para 20 viteve ka kaluar në Londër, dhe atje në Londër është njoftue me vllaun ton ushtrimin, kreshnikun, dhe pasi që është njoftue me vllaun ton kreshnikun, ka shpreh interesim dhe ka filluar të lexon edhe të mëson për Islam, dhe dëshira e saj pasi që është këtu në pushim këto ditë, është që ta pranon edhe publikisht Islamin, edhe prej sot të jetë në një jetë të re dhe të fillon një histori e re për të. Andaj e lusim vllaun kushtimin edhe këtë motën le të shohët në kam, edhe ta deklaron shahadetin. Pra, tja përkthen për me hy në Islam, edhe me deklaru këto publikisht, do të me thonë shahadetin, unë do të them për para, e ti do t'ja përkthesh kësaj, por këni herë do t'a deklaron shahadetin në gjuhën arabe. Vetëm të regoj që me përcil mua. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahu akbar. Përktheja në gjuhën angleze. I believe and declare that there is no God but Allah, and I testify that Muhammad is the servant and the messenger of his last. Is the servant and the messenger of Allah. Allah është përbleft. Allah. Të regoj se ta shprej sot je motër e jonja në Islam. Dhe të regoj se sikur ti, edhe sikur ne dikon rreth 2 miliard janë sot në botë. Edhe të regoj se Allahut ka dashur shumë që të ka zgjedhur prej atij venit të lartë me u njoftu me ty edhe me pranu Islamin. Allahu të shpërbleft edhe t'i dhasht mirat në dynja edhe në ahiret. Tekbir! Allahu shpërbleft, e Allah ju nderoft edhe juve, Allahu ju dhasht jetë e lumtur edhe me trashëgimtar. Selamu alaikum.